Një koalicion për 26 biznesesh dhe organizatash të shoqërisë civile që përfaqëson më shumë se 11.500 kompani, po i kërkon Komisionit Evropian që t'i bëjë të detyrueshme kriteret e emetimeve të ulta të karbonit në rregullat e prokurimit publik të Bashkimit Evropian përpara një rishikimi që pritet më në shtator. Në një letër dërguar Komisionit më 18 gusht dhe të udhëhequr nga grupi italian i ekspertëve për ndryshimet klimatike ECO, nënshkruesit thonë se autoritetet publike shpenzojnë rreth 2.5 trilion euro në vit për prokurime, ekuivalente me rreth 16% të prodhimit të brendshëm bruto të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ata argumentojnë se Europa nuk po e përdor atë fuqi blerëse në mënyrë agresive të mjaftueshme për të krijuar kërkesë për produkte dhe teknologji më të pastra, duke krijuar një shkëputje në qasjen e Brukselit. Kompanitë po nxiten të dekarbonizohen, ndërsa kushtet e tregut nuk i shpërblejnë gjithmonë ato që i bëjnë këtë. Prokurimi publik ka potencialin të dërgojë sinjale të qarta në treg duke mbështetur përvetësimin e teknologjive dhe proceseve të prodhimit më të qëndrueshme. Megjithatë, ky potencial mbetet i shfrytzuar vetëm pjesërisht, thuhet në letër. Spanja ka ndërtuar reputacionin e saj në energjinë e rinovueshme për t'u pozicionuar si lideri i ardhshëm e Europës në hidrogjenin e gjelbër, por disa ekspertë të sektorit të energjisë kërkojnë kujdes në lidhje me rritjen e një industrie që do të mbështetej shumë në rritje masive të disponueshmërisë së energjisë elektrike me zero karbon nga burime si era ose dielli. Nënshkruesit thonë se prokurimi publik mbetet shumë i drejtuar nga çmimi më i ulët, ndërsa kriteret e gjelbëra të futura sipas aktit të industrisë zero net të bllokut në vitin 2024 shpesh janë vullnetare dhe zbatohen ndryshe në të gjitha shtetet anëtare. Ata argumentojnë se ky fragmentim pengon blerjen publike të bëhet një sinjal i besueshëm tregu për industrinë europiane. Nëse qeveritë vazhdimisht favorizojnë çelik, materiale ndërtimi, teknologji dhe produkte të tjera më të pastra, argumenton koalicioni, furnizuesit do të kenë një nxitje shumë më të fortë tregtare për të investuar në dekarbonizim.